Agjencia informative kineze Xinhua ka ftuar në Kinë disa gazetarë nga Gjeneva, respektivisht kreun e Asociacionit Ndërkombëtar të Gazetarëve për të marrë pjesë në konferencën globale për çështje financiare, ku marrin pjesë veç autoriteteve kineze dhe përfaqësues të tjerë nga mbar bota, kryesisht përfaqësues nga ekonomia dhe biznesi. Delegacioni i gazetarëve nga Gjeneva, vizitën e parë e ka nisur në selinë e agjencisë më të madhe botërore të Pekinit, Beijing. Në lidhje me këtë vizitë të gazetarëve kryesisht të Gjenevës, por edhe të vendeve të tjera të botës, në këtë delegacion ka qenë edhe një shqiptar i Preshevës, i cili prej vitesh jeton në Zvicër, është Nefail Maliqi, cilin do ta kemë në lidhje drejt për drejt Skype. Zoti Maliqi, përtej se është kryeredaktor i gazetës zviceriane Shqip Lekanton 27, ka qenë pjesë e grupit pra të gazetarëve të cilët kanë vizituar Kinën gjatë këtyre ditëve. Vizitën atje mbi përqasjen çështëmërëndësishmja të Kinës ndaj dialogut midis presidentit Trump dhe Putin e Zelenskit, por jo vetëm kaq, edhe mbi rekrutimet e supozuara të punonjësve të shkarkuar nga administrata Trump. Do të bashkëbisedoj me kryeredaktorin pra të gazetës zviceriane në Shqip Lekanton, zoti Maliqi. Zoti Maliqi, të përshëndes, faleminderit që jemi ne. Përshëndetje Leo, përshëndetje ju e të kolegë të Euronews Albania. Niha, granice rritë gëpenqin von Albania Euronews. Kjo ishte një përshëndetje në gjuhën kineze. Ma do mendja që një mosh pak më e madhe se unë diçka ka kuptuar nga kjo përshëndetje jote, siç ma do mendja që gjatë vizitës tënde disa ditore në Kinë ke dëgjuar kinezë të cilët flasin në shqipe dhe të dëgjojnë muzikë dhe të flasin për filma shqiptar, apo jo? Po, ashtu. Po Ilir, ashtu siç e thatë edhe ju. Delegacioni i shoqatës ndërkombëtare APS në Gjenevë, që do bën kryesisht gazetar të KB-s, pjesë e cilës jam edhe unë, gjendemi në Pekin për të marrë pjesë në një konferencë ndërkombëtare ekonomike dhe të investimeve që do ta quajë një forum i Davosit kinez. Gjatë qëndrimit tonë këtu në Pekin kemi vizituar ose agjencisë kineze lajmeve Xinhua, që kishte 13.000 gazetarë, një staf shumë të madh. Njëkohësisht kemi vizituar ambasador shqiptare dhe zvicrane në Pekin, ku jemi pritur nga ambasadori i këtyre dy vendeve, zoti Riza Poda dhe Tehani Pasteloci. Ilir, Kina nuk ishte ajo Kinë, si lexojmë lajme apo si dëgjojmë qoftë në Shqipëri apo vende tjera të evropiane. Kina, siç e dini, ka gati 1,5 miliard banor. Ishte një kontinent krejt më ndryshe. Ishte një botë krejt në vete, ku vrejë një zhvillim i hofshëm ekonomik, tregtar dhe industrial, bile konkurrenta dhe me superfuqi tjera. Me që jemi këtu në vendin e Gjarës, kemi vrejtur po ashtu një globalizim, jo aq botror, por më shumë një globalizim kinez, do me thonë i mbrendshëm. Besa edhe në aspektin... Po, zoti Maliqi, me interes të lartë është reagimi i Kinës kundrejt asaj që po ndodh midis Trump, Zelenskit edhe Putin. Tani, si gazetar, ma do mendja që ke pasur kureshtjen për të pyetur në lidhje me qëndrimin e tyre, megjithëse ndoshta jo zyrtar. Çfarë mendojnë ato? Nga gjitha takimet që kemi pasur, jo vetëm me kolegët kinezë, do me thonë të agjencisë më të madhe botërore Xinhua, besa edhe në aspektin diplomatik, Kina kohëve të fundit është dëshmuar si një vend neutral, ka shi zhvillimeve dhe krizave në botë, sidomos në luftë me Gazën, pastaj me Ukrainën, e cila ka ruajtur një rol konstruktiviteti i ka pasur, një lloj ekuilibri diplomatik mes palëve në konflikt. Siç e dini, Gjermania, Kina dhe Ukraina janë dëshmitare të afrimit midis Vladimir Putin dhe Donald Trump. Unë megjithatë nuk besoj se kjo strategji mund të izolojë Kinën në të njëjtën mënyrë siç ishte në atë kohë në vitin 1972 Richard Nixon dhe Henry Kissinger, të cilat izoluan ish Bashkimin Sovjetik, duke i ofruar më shumë Pekinit. Megjithë marrëdhëniet, sa i përket marrëdhënieve mes Pekinit dhe Washingtonit janë shumë të ftofta. Madje disa ekspertë këtë marrëdhënie i konsiderojnë shpërthyese, e armiqësore, ideologjike dhe strategjike, për çka rrezikon një përleshje armatose midis Shtetit të Bashkuara dhe Kinës, kuptohet pas ndaljes së luftës në Gaza dhe në Ukraina. Qartë. Kështu që Kina mbetet kryeson kryesor ushtarak dhe kibernetik për Shtetet e Bashkuara.